Sot kemi një emision vërtet të veçantë, sepse në studion ton kemi dy musafir shumë të talentuar. Ata janë binjak, një vajzë dhe një djalë, të cilët kanë arritur të bashkojnë dy pasione të mëdha, letërsinë dhe muzikën. Sot do të flasim edhe për rrugëtimin e tyre, për librat që kanë shkruar, për muzikën që ju frymëzon, për ëndrat, sfidat dhe sukseset e tyre. Ju ftojmë të qëndroni me ne deri në fund, sepse na pret një bisedë shumë interesante. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se ardhët në Radio Kosova. Mirë se ju gjetëm. Po ju falenderojmë për ftesën. A ka mundësi fillimisht më tregu se si është të jeni binjak? Të jemi binjak është shumë mirë, sepse ne ndojmë shumë gjëra me njëri tjetrin. Ti Ermiri dhe vajza krah teje është Ermira, por a mundeni njëri prej jush me tregu edhe për veten më gjerësisht? Po unë më pëlqen volejbolli dhe mirem me volejboll, po si që më pëlqen edhe volejbolli, unë edhe mirem me këndimin. Si që e shihni, këtu i kemi disa çmime dhe ne kemi shënuar edhe libër. Pra, jo përveç që merreni edhe me sporte, jeni edhe muzikant dhe autor të dy librave. Përveç këtyre, jo jeni të pajisur edhe me mirënjohje. Ermer, si të është dukur ndjenja kur të janë japur edhe këto mirënjohje? Ndjenja ime kur më kanë japur këto mirënjohje ka qenë shumë e mirë dhe jam gëzuar shumë, sepse kemi marrë shumë çmime të ndryshme. Pasi që ju të dy jeni edhe binjak dhe jeni krah i njëri tjetrit si një motër dhe një vëlla, a ndihmoni gjithmonë njëri tjetrin? Po ne ndihmojmë gjithmonë njëri tjetrin, kur ka vështirësi njëri, e ndihmon tjetrin. Tani dua të shtroj një pyetje shumë interesante dhe sfiduese. Kush e ka dashur së pari letërsinë? Pra për të shkruar libra, cili ka qenë i interesuar i pari? Apo të dytë kemi pasur interesin të njëjtë, sepse të dytë kemi pasur qef të shënojmë libra, por së pari idenë që të shënojmë libra e kanë pasur prindërit, sepse kanë parë që ne po dim të shpikim dhe të krijojmë shumë mirëvjetsha dhe tregime. Para se të fillojmë edhe të flasim për rrugëtimin e muzikës, ju lutem, a mundeni me këndu edhe një këngë edhe për dëgjuesit e Radio Kosovës? Po, ne mund të këndojmë një këngë. Me shumë kënaqësi ju dëgjoj. Kënga quhet Mashbolliza. Këtë këngë e kemi bërë sepse të ju tregojmë fëmijëve, t'ju japim një mesazh që nuk është mirë të bollizosh. Si mëngjes pranvere, si një lule vere, janë ndjenjat e mia, nuk janë për t'u thyer. Jo mos më lëndo, mos u bëj ngacmues, t'lutem mos u bëj fëmi bullizues. Mos luaj me mua, si të jem një lodër, e jam për qafo, si të më kesh motër. Ti mos bullizo, as urrejtje s'ka, e jam për qafo, si të më kesh vëlla. Sa këngë e bukur është kjo? Faleminderit. A mundeni me më tregu edhe më shumë pra rreth titullin e kësaj këngë, i cili është Mos bullizo? Pse e keni bërë pikërisht këtë titull? Këtë titull e kemi bërë që t'i tregojmë të gjithë fëmijëve anën mban botës që të mos bullizojnë. Pra Ermira, edhe ti besoj se e ke të njëjtin mendim se bullizimi nuk duhet pra një farë formë as të ekzistojë për shkak se është një gjë shumë e keqe dhe është edhe një dukuri negative. A keni edhe muzikë të tjera përveç kësaj? Po. A mundesh më tregu më shumë gjerësisht rreth tyre? Po i kemi disa këngë, edhe tek shkruesi jon është mësuesi jon i dashur Flamur Semetisti, të cilin e përshëndes shumë. Po këtë këngë kanë titullin Sukseset e mia, familja ime. Pra ty të pëlqejnë shumë ato këngë, për cila është edhe kënga juaj e preferuar të dashur fëmijë? Kënga ime e preferuar është Sukseset e mia, sepse ajo tregon sukseset tona gjatë kësaj jete. Po për ty Ermira, cila është kënga juaj e preferuar? Po, kënga ime e preferuar është Familja ime, sepse tregon për familjen time dhe si ndihem unë në tëm. A kënaqeni shumë kur këndoni ju? Si është ajo ndjenja?
E po, është një ndjenjë shumë e bukur dhe e ëmbël kur këndojmë duke sikur të gjithë janë duke kënduar rreth nesh. Dhe ajo ndjenja e duar trokitjeve Ermer, a është paksa edhe siklet pra kur dal në skinë dhe këndon së bashku me motrën tënde? Në fillim ka qenë pak për mua, por pastaj jam mësuar duke kënduar me motrën time. Dhe pra besoj që edhe prindrit tua janë krenar dhe janë shumë të kënaqur që pra i keni bërë së bashku këto dy talente si që janë letërsia dhe muzika. Si lindi ideja pra për të shkruar, për të kënduar, çfarë ju frymëzoi për t'i bërë këto gjëra? E po, ne na shfrytëzoi më shumë jeta reale, sepse ne kemi shënuar dhe kemi shënuar këngë dhe libër për tema që ne i hasim në jetë. Për çfarë flasin edhe më shumë librat tuaj? Librat që ne i kemi shënuar, libri i parë flet për jetën tonë dhe për gjëra të ndryshme që bëjmë në të, kurse libri i dytë flet për festa dhe gjëra që ne i pëlqejmë. A mundeni pra edhe për dëgjuesit që po na ndjekin momentalisht me tregu kopertinën e librit dhe po ashtu me e recitu edhe ndonjë poezi, pra që kënaqemi sa më shumë në këtë emision kaq të bukur. Po. Pra kjo është kopertina e librit. Si quhet libri? Libri quhet Zëri i tregimeve magjike. Kur është botuar ky libër? Këtë libër e kemi botuar përpara një muaji. Dhe a mundesh me recitu ndonjë poezi ose ndonjë tregim që është në atë libër? Po, unë kam zgjedhur një tregim, Qeni dhe Gjeli, për të treguar që të mashtrosh nuk është mirë. Pra që të mashtrosh nuk është mirë, ky është edhe mesazhi i këtij libri, pra sepse librat përçojnë mesazhe shumë të bukura që japin mësim edhe për jetën. Kurse unë kam zgjedhur një poezi që titullohet Babi im, unë këtë poezi ja kam kushtuar babit tim. Pra kjo poezi është e kushtuar ndaj babait tënd. Dhe ka qenë ai i lumtur që pra ti i ke kushtuar atij një poezi dhe e ke shkruar. Si ka qenë ajo ndjenja pra kur e ka dëgjuar ai për herë të parë këtë poezi? Ka qenë një ndjenjë shumë e mirë dhe shumë e bukur dhe ai u ka i gëzuar shumë dhe ai më ka përqafuar. Dhe pra rikthehemi edhe tek një moment shumë i bukur ku dua ta dëgjoj edhe Ermiren, një vajzë këngëtare me zë të ëmbël, por që nuk i lën anash as edhe shkrimin me libra. Lutem, lexoje poezinë. Gjeli dhe Qeni. Ishin dy shokë, një gjel dhe një qen. Ata u nisën për të shkuar në jug. Kur erdhi nata, Gjeli hypi mbi një pemë, kurse Qeni fjeti nën pemë. Kur erdhi dita, Gjeli këndante. Aty pranë një dhelpër e dëgjoi dhe me një herë shkoi ta gjente. Ajo mendoi të bënte ndonjë hile që ta hante Gjelin. Ajo afrua dhe i tha: "O Gjel, zbrit poshtë dhe këndo përsëri." Gjeli i tha: "Zgjoje postierin aty poshtë. Pasi ta zgjosh do të zbres poshtë." Dhelpra e besoi dhe e zgjoi Qenin. Qeni e trembi dhelprën dhe ajo iki pa e shijuar Gjelin. Sa recitim i bukur është ky, faleminderit shumë Ermira. Por krahas Ermiren e kemi edhe Ermiren ku do të na lexoj edhe ai një poezi e titulluar Babai im. Babi im, o i shtrenjti babi im, të përqafoj me gëzim, kur në krahun tënd un jam, ndihem si gjithë botën kam. Çdo dëshirë ti më plotësove dhe çdo gjë ti më dhurove. Më ke rritur e mësuar, unë nga te jam edukuar. Sa të dua babi im, je thesor për shpirtin tim. Shumë krenar me ty jam, unë ty të kam gjan. Faleminderit shumë edhe ty Ermir për këtë recitim. Por përveç këtij libri, ju e keni edhe një libër tjetër që po e shoh pikërisht në atë tavolinë. Ju lutem përshkruajeni edhe atë libër. Ky ka qenë libri i parë që ne e kemi botuar dhe titullohet Gjënijet e vegjël. Çfarë bëhet fjalë në atë libër, Ermir? Në këtë libër nuk ka tekste, por vetëm poezi. Dhe a mundesh cila është poezia juaj e preferuar? Poezia ime e preferuar është një poezi që titullohet Shoku im, sepse këtë janë kanë kushtuar shokut tim. Po për ty Ermira? Poezia ime e preferuar është Heroi im. Këtë poezi ja kam kushtuar babit që ka qenë në luftë.
Sa kohë ju është dashur për t'i përfunduar këto libra? Librin e por na ka duar kohë një vit, po ashtu dhe librin e dytë. Dhe Ermira, a ju ka ndihmuar ndokush pra për t'i bërë këto libra kaq të bukura? Po, neve na ka ndihmuar pak mësuesi jonë për imazhet brenda librit, kështu që por shtëpia botuese e librit është shkrola. A ka edhe ilustrime në këto libra, po, pra që fëmijët e vegjël t'i kuptojnë sa më mirë ato? Po, ka shumë ilustrime të ndryshme me situata të ndryshme. Pra, përveç këtyre gjërave të bukura, a ka pasur edhe ndonjë pjesë të vështirë gjatë shkrimit? Jo, nuk ka pasur, sepse në fillim ne shkruajshim vjersha në shkollë dhe pastaj në libër tekstet dhe vjershat nuk ishin shumë të vështira. Pra ju po thuani se ju ka ndihmuar pra edhe shkolla për t'i bërë këto poezi, këto tregime në këta dy libra dhe pra edhe mësuesi juaj ju ka ndihmuar. Kush ishte edhe lexuesi i parë i librave? Pra sepse jeni vëllai motër edhe mundeni edhe me mbajt në mend. Lexuesi i parë i librave kryesisht kemi qenë ne, që e kemi botuar dhe pastaj dhe shokët e klasës dhe mësuesit. A e keni promovuar edhe këta dy libra? Si ka qenë ajo ndjesia? Librin e parë e kemi promovuar në shkollë, kurse të dytin e kemi promovuar në një restorant. Ermira, çfarë ndjesie ke pasur pra kur janë botuar këta dy libra? Ke qenë shumë e gëzuar? Po, kam qenë shumë e gëzuar sepse kur i ndan disa gjëra me miq është ndjesia më e mirë. A mendoni pra se përmes librave duhet të kenë edhe mesazhe të forta pra në mënyrë që edhe lexuesit të marrin ndonjë mesazh me ndonjë kuptim shumë të mirë? Sigurisht që çdo libër duhet të ketë një mesazh të bukur, sepse mesazhi është ai që i nxit ata të lexojnë më shumë. Ermer, pse mendon se edhe leximi është shumë i rëndësishëm? Leximi është i rëndësishëm sepse pas çdo gjëje që ti e bën, duhet të mësosh dhe duhet ta pasurosh mendjen tënde me shumë lexime dhe shkrime dhe të bësh i zgjuar. Përveç librave tuaj, a lexoni edhe libra tjerë? Nëse po, cili është ai i preferuari? Unë kam lexuar përpara se të botoj të dy librat, por edhe pasi të botoj librin e parë, unë kam lexuar shumë libra të ndryshëm, por më i parapëlqyeri i em është një që ka qenë Gigi Llonia. Pra, ai të ka pëlqyer më së shumti. Ermira, të lutem më trego se si e ndani kohën edhe mes shkollës dhe pasionit, pra që ju e keni, pra si që shkëndimi dhe shkrimi i librave, si e ndani kohën ju? Po, ne e kalojmë kohën duke lexuar edhe në shkollë ne mësojmë, por zakonisht në pushim ne vetëm qëndrojmë. Por a i ndihmon ti mamit edhe her pas here kur je në pushim? Po, sigurisht unë ndihmoj mamin që të bëj gjëra si për shembull të rregulloj shtëpinë, rregulloj shtratin. A ndjehesh ti shumë e lumtur pasi e ndihmon atë? Po, shumë e lumtur sepse kur bësh ndonjë gjë të mirë ke atë lloj ndjerësi shumë të bukur brenda zemrës. Kur e kuptuat se muzika ishte pjesë e jetës suaj? Ne e kuptuam që nga janesëm, kurse Ermira ja ka filluar e para, unë e dyti, por dhe kur ja ka filluar Ermira, unë ndjehja thellë brenda zemrës që muzika është një cilësi e jetës sëmë. Ato çmime që po isha unë në atë tavolinë, ju lutem më tregoni më gjerësisht rreth tyre. Po këto janë disa çmime të disa festivaleve që ne i kemi qenë. Dhe cili është çmimi që po i shon tani janë disa festa? Më trego më shumë rreth tyre në vendin që e keni zënë e të tjera. Po këtu e kemi një çmim Lipjani Këndën. Ky është një festival që mbajtur në Lipjan, aty kam kënduar dhe kam zënë vendin e dytë. Dhe një çmim është fëmijët e gëzuar, kjo kupa këtë, dhe ne kemi marrë këtë në një festival në Ferizaj.
Pra, këto janë edhe vendet ku keni marrë pjesë ju dhe jeni shpërblyer pra me mirënjohje të ndryshme dhe besoj se kjo ka qenë edhe një ndjenjë shumë e bukur, pra sepse puna juaj është e vlerësuar dhe duhet të punoni gjithmonë më shumë në mënyrë që edhe të arrisni. Pra të shkruani sa më shumë libra, të këndoni sa më shumë me zërin tuaj të ëmbël dhe unik. Përveç këndimit, a keni edhe ndonjë instrument që ju pëlqen shumë dhe që doni ta luani në të ardhmen? Apo unë po mendoj që instrumenti im i preferuar është gitara, sepse është shumë e lehtë që ta luaj. Jo më herët të cakët pra që në shkrimin e disa tregimeve apo edhe të disa poezive ju ndihmon edhe shkolla, po muzika, a ju ndihmon në to? Po, muzika na tregon ne që si tingull të ndryshme, si për shembull tingull të ëmbël dhe tingull të shpejt. Pra, merr këtu dyja që ju i keni bërë bashk, unë e bëra pyetjen se a ju ndihmon muzika të shkruani libra, po librat a ju ndihmon që të shkruani pra ju muzikë, pra që t'i bëni ato tekstet? Po na mund të na ndihmojnë, por dhe na kanë ndihmuar sepse ne mund të bazohemi te një gjë që është në libër të unë, si për shembull në librin Gjeniet e vegjël kemi shkruar për 17 shkurtin dhe këngën e kemi pasur Pavarësia. Kush ju mbështet më shumë? Unë mendoj se është edhe familja ajo që ju mbështet më së shumti, apo jo? Po. Si reaguan edhe familjarët kur pan sukseset tuaja? Apo ata patën reagim të bukur dhe varësisht prindërit, ata kanë qenë shumë të mirë dhe të gjithë familja na përgëzanin. Çfarë ju motivon të vazhdoni Ermir? Neve na motivon krijimet që ne sot kemi bërë dhe gjithnjë do të bëjmë, por dhe familja. Cili është edhe momenti më i bukur që e keni pasur deri tani, Ermira? Apo momenti në këtë intervistë më i bukur ishte kur erdhëm këtu dhe e shikuam këtë dhëmë të mrekullueshme. Pra ju po kaloni shumë mirë këtu në Radio Kosova dhe faleminderit shumë edhe që keni ardhur nga Lipiani, pra vetëm për dëgjuesit e Radio Kosovës. Çfarë ëndrash keni për të ardhmen? Për të ardhmen unë nuk kam ndonjë ide se çfarë do të bëhem, se çfarë profesioni do të zgjidh, sepse kam shumë, por besoj se do të bëhem ose këngëtar ose polic. A mendoni se do të vazhdoni edhe në të ardhmen bashkë të shkruani libra dhe po ashtu edhe të këndoni së bashku edhe në skena dhe më të mëdha? Apo po ne mendojmë që të vazhdojmë të shënojmë librin e tretë dhe do të vazhdojmë të këndojmë. Tani dua që të flasim pak edhe për projektet e reja. Ermiri tani dua që të na tregoj edhe për projektet e reja për librat, dhe tani Ermira dua që të na tregoj edhe për projektet e reja muzikore. Projektet e reja për libra është se ne mund të botojmë dhe librin e tretë, por këtë nuk e kemi menduar ende. A keni ndonjë ide se si do të titullohet ai libër? Unë besoj se do të titullohet ndonjë gjë që bëjnë ne në jetën e përditshme, një ide që po e jap mund të titullohet dhe jeta jonë. Pra kjo është një ide shumë e mirë. Po për projektet muzikore, Ermira? Apo ne kemi në plan që të bëjmë një këngë të re, por ende nuk ja kemi vendosur tekstin. Çfarë bëni në kohën e lirë ju, Ermira, sepse pak më parë në intervistë në fillim e ceke pra që luani edhe volejboll? Po, në kohë të lirë unë zakonisht vizatoj, por edhe merrem me sport. Sporti im i parapëlqyer është volejbolli. Ermir, çfarë këshilli do t'ju japve edhe fëmijëve që duan të shkruajnë? Do t'ju thoja që të vazhdojmë kështu, që të shkruajnë libra dhe të mos ndalen, sepse libri është gjëja e dytë që fëmia duhet të bazohet. Po për ty, Ermira, cilë është edhe këshilla juaj për fëmijët që duan të këndojnë? Apo nëse doni të këndoni, këshilla ime është që gjithmonë të vazhdoni dhe kur të mos ndaloni. Çfarë do t'u thëshit ju fëmijëve që kanë frikë të provojnë gjërat e reja?
Unë do t'ju thoja që të mos kem frikë, vazhdojnë të provojnë dhe të mos ju friksohen askujt, sepse çdo gjë që të mendosh bëje për veten. Çfarë dëshironi ju që të mbani mend gjithmonë nga ky rrugtim, pra? Unë kam qef që të mboj mend në çdo intervistë që kemi shkuar se sa mirë kemi kaluar dhe këtë. Dhe edhe në për intervista, pra në për emisione të ndryshme, por edhe në për skena ku jo keni marrë pjesë, pra duke kënduar. Cili ka qenë edhe ku ishini ju vetëm pra mas 10 viteve, Ermira? Apo unë mendoj që mas 10 viteve ne do ta kemi publikuar librin e tretë dhe do të jemi këngëtar shumë të famshëm. Pra ju e keni këtë ëndër, po për ty Ermer? Unë mendoj, si që tha Ermira, që ta publikojmë dhe librin e tretë dhe do ta punojmë disa këngë të ndryshme. Ermira, ti më duket se këndon edhe operë. Para se ta përmbyllim edhe këtë emision, dua që na këndosh një këngë. Pra që ka të bëj me operën. Apo opera është ndonjë këngë që është pak e lartë, por nuk është shumë e vështirë që ta bësh zërin. Pra ti ke ushtruar shumë për ta arritur këtë ëndër, pra që të këndosh operë dhe e ke ushtruar edhe zërin hir pas here dhe mendoj se duhet të vazhdosh kështu në mënyrë që ta arrisësh edhe gjërat e reja. Lutem tani për mua dhe dëgjuesit e Radio Kosovës të na këndosh. Faleminderit shumë Ermira për këtë interpretim kaq të bukur dhe në përgjithësi ju falenderoj të dyve që keni marrë pjesë në emisionin për ju fëmijë në Radio Kosova. Dhe njëherë faleminderit juve për ftesën. Apo të falenderoj dhe ti ke qenë një gazetare shumë e bukur. Faleminderit shumë.